Drejtësi Martin Cani. Pse u publikua video e Martin Canit në 10 qershor 2025 në rrjetet sociale? Përgjigja është më e thjeshtë se ç'mund të duket, sepse e vërteta nuk mund të mbulohet pafundësisht. Kjo video e dhimbshme, e cila u bë virale në pak orë, është një dëshmi tronditëse jo vetëm për tragjedinë që ndodhi atë natë, por edhe për dështimin e sistemit të drejtësisë në Shqipëri. Në këtë ngjarje nuk ishte i përfshirë vetëm Mario Perleshi, por edhe 7 persona të tjerë, emrat e të cilëve janë përmendur disa herë nga Luis Mecaj në dëshminë e tij. Pavarësisht kësaj, prokuroria dhe gjykata nuk i morën parasysh këto deklarime. Pse? Sepse ndërhyri kryeministri i Shqipërisë, i cili ka kapur institucionet e drejtësisë prej fyti dhe gjithçka duhet të bëhet dhe të thuhet sipas dëshirës së tij. Videoja fillon me Martin Canin dhe Mario Perleshin. Më pas shfaqen edhe persona të tjerë, Kledion Bekaj, djali i prindërve që punojnë në institucionet kryesore të drejtësisë si BK dhe SPAR. Ky fakt është arsyeja pse Kledioni nuk u përmend më askund. Nepotizmi dhe mbrojtja që i ofrohet fëmijëve të atyre që kanë pushtet në Shqipëri nuk ka kufi, madje as kur bëhet fjalë për vrasje. Në video shfaqen gjithashtu Kingston Korbi dhe Armand Marku, të ndjekur nga pas nga Luis Mecaj, Marcel Sina dhe Clevis Tema. Pas tyre shihet edhe një person tjetër me trup të madh që ndjek të njëjtin drejtim. Pak sekonda më vonë, Martin Cani, Kingston Korbi dhe Armand Marku janë të parët që vrapojnë, të ndjekur nga Kledion, Luis dhe Mario Perleshi. Martini mban dorën në krahun e majt, vetëm disa centimetra larg zemrës, duke u përpjekur të ndalojë gjakun që i rrifte nga plaga. Ndërkohë, Mario Perleshi ka në dorë thikën e krimit dhe e ndjek nga pas. Në fund të videos, Mario kthehet në vend ngjarje dhe largohet, i shoqëruar nga një person tjetër. E gjithë kjo skenë e dhimbshme dhe e dokumentuar në video duhet të kishte qenë më se e mjaftueshme për të nxitur një hetim të plot, por përkundrazi, institucionet heshtën. Pas 8 muajsh, dëshmia e Luis Mecajt nuk u mor as pak parasysh nga prokurorët, edhe pse ai dha emrat dhe përshkrimin e plot të ngjarjes. Videoja që u publikua në rrjet është një përpjekje për të zgjuar ndërgjegjen e shoqërisë civile, për të kërkuar drejtësi për familjen Cani, për të ndëshkuar të gjithë fajtorët, jo vetëm atë që mbeti me thikën në dorë. Nëse fajtorët nuk ndëshkohen sot, nesër ata do të ndihen më të fuqishëm, më të mbrojtur dhe vrasjet do të bëhen edhe më makabre. Në Shqipëri, fatkeqësisht, rendi është për më të fortin dhe jo për më të drejtin. Prandaj, kjo video nuk është një sulm ndaj prindërve të Martin Canit, por një thirrje për drejtësi. Janë bërë muaj të tërë që ata prindër nuk flenë më të qetë. Kjo është një ngjarje e thjeshtë për të zgjidhur, videoja dhe dëshmitë janë aty. Por prokuroria e Tiranës, SPAK dhe gjykata e Tiranës kanë dështuar. Tani është koha që familja Cani të çojë çështjen në gjykatën evropiane të drejtave të njerëzit për të kërkuar drejtësinë që u është mohuar. Të gjithë duhet të ndëshkohen, jo vetëm për të kaluarën, por për të parandaluar të ardhmen. Ai grumbull djelmoshash që sot u shmang drejtësisë, nesër do të jenë kriminalët e rinj që do të sundojnë rrugët tona. Luis Mecaj ka folur gjithmonë drejt dhe tani e pam me sytë tanë. A nuk është koha që ky popull i shtypur ta ngrejë zërin, ta braktisë apatin dhe të kërkojë drejtësi? Është koha të ushtrojmë të drejtën tonë qytetare. Është koha të ngrihemi dhe të kërkojmë atë që na takon, drejtësi për Martin Canin, drejtësi për të vërtetën, drejtësi për një Shqipëri pa frikë.